I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka edukuar që zemrën ta shohim ndryshe. Të mos e shohim vetëm në saj të preardhjeve tona kulturore apo në saj të njohurive të zakonshme. Ta shohim zemrën si diçka shumë bazike. Sikurse e shënon Imam Buhariu me Muslimi në hadithin e Numan ibn Bashirit, si Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë në trupin e njeriut është një copë mishi, e cila po që e mirë, po që e shëndosh, ndreqet dhe rregullohet dhe është i shëndosh i gjithë trupi, dhe po që ajo e sëmur ose e prishur ose nuk është në rregull, rrjedhimisht nuk do të jetë në rregull i gjithë trupi. Saktësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na edukon që ta shohim që shëndeti i zemrës do të reflektojë në shëndetin e gjymtyrëve tona, në shëndetin e sjelljes tona, në shëndetin e karakterit tonë dhe gjithë çfarë e cila do thotë shpërfaqet nga ana jonë. Sigurisht për zemrën të parton të mirë kanë qenë shumë të qartë dhe shumë të drejtpërdrejtë për ta pohuar atë si qendër dhe për ta pohuar atë si domosdoshmëri e piknisjes sonë fetare, sigurisht përmendet për shumë gatëparët tanë, ndërta edhe nga Abu Huraira, se zemra është mbreti. Zemra është mbreti, ndërkaq gjymtyrët janë ushtarët e tij, dhe thotë nëse mbreti është i drejtuar ka mbara, rrjedhimisht natyrshëm janë të drejtuar ka mbara dhe ushtarët e tij, dhe nëse zemra është e drejtuar gabimisht, është e drejtuar ka mbrapshta, i vjen që edhe gjymtyrët janë drejtuar asaj. Saktësisht zemra përcakton atë pjesën më të madhe të jetës në aspektin e përmbushjes. Kur zemra është bosh, e gjithë jeta është e tillë, dhe kur zemra është e përmbushur, jeta e njeriut përshkruhet pikërisht me përmbushje. Zemra është baza e përcaktimit tonë në jetë, është baza e përcaktimit të mendimeve tona, është baza e përcaktimit të qasjeve tona. Ndaj kur dikush kishte ardhur tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe kishte pyetur, saktësisht kishte ardhur për t'i bërë disa pyetje dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte qenë në dijeni për arsyeën e ardhes së tij dhe për pyetjet. Kishte thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ke ardhur për të pyetur rreth mirës dhe të keqes, e pastaj i kishte thënë atëherë thot pyet zemrën tënde. Pyet zemrën tënde sepse e mira është ajo ku zemra rri e qetë dhe rri rahat. Dhe e keqja është ajo që ta shqetëson zemrën. Saktësisht zemra e mirë, zemra e pastër, zemra e shëndosh është e prirë për ta gjetur të vërtetën, është e prirë për të jetuar me rregullat të cilat i ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala. Zemra e mirë dhe e pastër natyrshëm dhe lehtësisht e gjen vërtetën dhe e gjen burimin e saj. Zemra është baza për të marrë emrin njeriu si njeri i mirë. Saktësisht, sikur njeriu të arrijë shumë vlera të tjera, nëse nuk arrin pastrimin dhe fisnikimin e zemrës, sikur se privohet do thotë nga emri i të qenit njeri i mirë, sikur se shënon Ibn Majah Sheikh Shuaibi thotë hadith sahih nga Abdullah ibn Amri, se dikush i kishte thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush është njeriu më i mirë, ose kush ndër njerëzit është njeriu më i mirë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte thënë çdo zemër pastër, i cili është fjalë drejt. E pastaj sahabët i kishin thënë, o i dërguari Allahut, po e dim se çfarë i bie fjalë drejt, po çfarë i bie zemër pastër. Sepse njerëzit kanë perceptime dhe përcaktime të ndryshme për ta quajtur dikë si zemër të pastër. E pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte thënë, zemër pastër është ai që është i devotshëm, që është i pushtuar ndaj Allahut. Thotë është i devotshëm, i qeltër, që s'ka të keqe, s'ka zullum, s'ka urrëtie edhe s'ka